Baba. Baba im. I plagosuri po reagon. Mos më lër, baba. Ozan, të lutem mos u dorëzo. Gjithçka do të shkojë mirë, ta premtojmë ty. Zotri Tarik, përshëndetje, si jeni? Faleminderit, po ju si Edhe unë jeni? jam Mirjam nga fqinjet e zonjës Gjylide. U takuam në koktej herën e fundit. E mbaj në mend, më kujtohet. Më vjen shumë keq, kam një punë shumë të rëndësishme. Më falni, ju lutem. Tarik, shpirti im, Tarik, eja këtu. Dëgjoj, dua të them diçka. Ai zotëria atje, zotëria tem, është këshilltar në ministri. Më dëgjoj, bëhu mik me të menjëherë. Menjëherë ngjitu si një rrodh. Bëje për vete, bëhu miq në rregull, bëj diçka. Po shkoj në shtëpi, Sibel. Çfarë do të thuash që po shkon në shtëpi? Po tallesh me mua. Tarik. Tarik, eja këtu. Me kë po flasun? Tarik i dashur. Prit se ke për ta parë, ti ke për ta parë. Jo, nuk është as në kuzhinë. O zot, o zot. Nuk është në kuzhinë, as në domën e ndenjës, as në kopësht, kur të kjo vajzë? A ke telefon, motër? Telefonoj. Ja, me njëherë. Berçin, çfarë ke, ku është Ozani? Nuk e dinë, nuk mund ta gjej, edhe fustani mu prish Çfarë fare. të thuash se nuk mund ta gjeje? U lodha duke u marrë sa me ty, sa me baban tëndun. Ndoshta ka shkuar në dhomën e tij ose diku. Telefonoj. Alo, e kapi. Asla, ku je ti shpirt? S'lam vend pa të kërkuar ty së të gjetëm askund. Jam në ambulancë të Zënuran. Në çfarë ambulancë, moj? Çfarë ambulancë, motra Nura? Zemër, çfarë bën ti në ambulancë? Ja, Ozani pësoi aksident me motor. Thirrë më njëherë një ambulancë. Po shkojmë në spital tani. Gjendja e tij nuk është fare e mirë, është pa ndjenja. Vajza ime? Shpirt mirë je ti? Je mirë apo jo? Ozani pësoi aksidentin, unë mirë jam. Po përpiqemi ta çojmë në spital tani. A mund t'i tregosh familjes së ti? Në rregull? Në rregull, shpirt, në rregull. Bëj kujdes, vajza ime. Thot t'i tregojmë familjes së ti. E ja, shkojmë atëherë. Hajde. Ozan. Tura. Gjylide, është sejta ime pjekët. Përse nuk më lidh gjuha, Mymtaz? Sikur të më ishte lidhur gjuha të mos e kisha thënë ne. Si e përmendëm atë gjë, o Zoti i Madh? Çfarë duhet të bëni në sejta ime? Ai na akuzoi hapur për vrasje. Ne nuk e zbuluam për qef atë sekretet turpshëm që e kishim fshehur për kaq shumë vite. Sidoqoftë. Ajo që u bë më. Dashuria e tij për babain e vet ishte e pamas. Tani që e mori vesh këtë të vërtet, kjo do ta shkatroj. E vërtet a dhem sejta ime. Por më beso se të forcon. Ndoshta ai e ka të nevojshme këto që të rritet. Zotri Mymtaz! Çfarë bën këtu? Dil jashtë. Zonjë, djali juaj. Çfarë? Ozani pëzoi aksident, mbesa ime është me të tani, po e çojnë në spital. Ozan! Jo, nuk përgjigjet, po shkoj të shoh në dhomën e tij. Gjylide? Çfarë ndodhi? Eja shpejt.
Ma sill makinën shpejt, shpejt. Zhylide? Zhylide? Çfarë po ndodhi dashur? Çfarë ndodhi? Ç'ke kështu? Ozani ka bërë aksident. Çfarë aksidenti? Si është? A është mirë ai? Nuk e di, po shkojmë në spital. Mirë dashur në rregull, po I telefonoj Tarikut, do të vim edhe ne në spital. Po zotë lutem mos lejo që të ndodhi diçka Ozani. Ritra vajza ime, Ndodhi diçka duart Ozani. edhe këmbët më janë pirë. Alo, Tarik? Motër, duhet të shkojmë edhe ne në spital. Aslı është atje vetëm, ajo nuk e di rrugën. Aha, sa e friksuar duhet të jetë. Prit, Jusufi sigurimit, po I telefonoj atij të na çoj. Me siguri do të na çojnë ai. Alo, Jusuf, bir, a mund të na çosh ne deri në spital? Ozan ai mirë. Ozan hapi syt, Ozan. Ozan të lutem hapi syt. Mos na pengoni. Qëndro këtu të lutem, mos më pengo të bëjmë punën tonë. Të lutem. Infermiere, thuaj diçka. Thuaj diçka, është mirë ai. Ozan, ku është djali im? Ku është? E quha në sallën e operacionit. Pak më parë. Në rregull, zemra, në rregull, qetëso. Është e qartë se vajza nuk dhe asgjë. Doktor, unë jam nëna e Ozanit. A është Zonjë, mirë? ju lutem qetësohuni, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Ai mori trajtimin e duhur në kohë. Le të pushoj pak, pastaj mund ta shihni. Faleminderit Zot. Qoftë e kaluar. Faleminderit Zot. Aslı, vajza ime, a je mirë shpirt? Mirë jam në shpirt, mirë. Edhe Ozani është mirë. Oh, faleminderit Zotit. Faleminderit o Zot, hajde të shkuara qofshin. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit shumë. Qoftë e kaluar. Faleminderit. Unë e kam fajnë, Mymtaz. Unë e kam fajnë. Zhylide, shtrejta ime. Të lutem, mos e fajso vetëm për këtë. Në rregull, të lutem. Sigur të mos I kisha thënë ato gjëra. Po sigur t'i ndodhte diçka atij. O Zot, unë do kisha vdekur. Pra Aslı, nëse nuk do të kishe qenë ti atje, nuk më nxegoja ta them, por nëse nuk do ta kishe thirrur ambulancën ti, ndoshta djali nuk do të kishte shpëtuar. Çfarë po thoni kështu, teze? E po, është e vërtet shpirt. A të falenderuan ty? Ai shpirt. Ajo grua ishte dërmuar fare. A do mendon të falinderimin? E vërtet në fakt. E po mirë ja flas kot edhe unë. Unë bëra gjithçka që munda. Kush do qoftë do e kishte bërë të njëjtën. Tani që Ozani është mirë, kjo është më e rëndësishmja. Vajza ime e dashur. E she, si mund të mos jem krenare për këtë vajzë? Të lumt vajza ime ty. Por je shumë e lodhur, je e raskapitur. Hajde të shkojmë në shtëpi dhe të pushojmë pak, në rregull? Në rregull, në shpirt. Të shkojmë. Hajde tani. Ai në cilin kat tha vajza atë sporteli? Kati I tretë. Hajde. Jo, unë do shkoj nga shkallët. Prit, po vjen, në rregull Berçin, ja erdhi. Hajde të shkoj, o Zot, të lutem. O Zot, vazhdon të shkoj lart e poshtë, nuk ndaloj as pak. Shikoje çfarë po ndodh këtu. Mos ndoshta është prishur.
Hajde të zbrisim nga shkallët, çfarë të bëjmë? Hajde ja shpirt. Hajde nën, hajde lëviz. Në rregull? Nëna, je mirë? E dje, mos të morën mend prap. Mirë, ja mirë. Hajde të shkojmë. Hajde ja. E shkreta, sa e shkatruar ishte nëna e ti. Unë, nëse nuk do të kisha mbërritur në kohë, do t'i kishte ndodhur diçka djalit të saj, edhe a grua dhe Gjorë do kishte vdekur. Sa e të mërshme. Pra, o zani, bërishëm sakrifica për regjistrimin tënd të shkollës. Kështu e pas ka bindur në nënën e ti. Unë mendova se ishte profesor Taroku ai që të ndihmoj. Jam e befasuar. Ja, po të them se ai djalë pësoj aksident. Mezi arrita ta çoja në spital me ambulancë, i shpëtoi vdekjes. Kam gjysmore që po të flas për këtë kurse ti e fiksuar vërtet pas kësaj? Pse e zemruar? Shiko këto, mos po t'lindi ndjenja për Ozanin ty? Ajo, kemi një orë që nuk kemi folur për asgjë tjetër përveç Ozanit, nëse ke vënë re. Mos fol budalla që? Kalova gjysmën e ditës në për ambulancë e spitalit që nga mëngjesi. Ç'pretet të them tani unë ty, të flasim për gjërat e kota. Sigurisht që për këto gjëra do të flas. Mirë pra, qetësou, nuk thash gjë. Zhilde, folon me mjekun. Do t'i japin disa qetësues dhimbjesh dhe do ta lëshojnë nesër në mëngjes. Thanë se nuk ka nevojë të presësh. Unë nuk do e lë djalin tim këtu, unë nuk shkoj askund. Shpirt, thanë se djali duhet të pushoj. Pra thjesht po përsëris atë që tha mjeku. Nuk e lë djalin tim dhe nuk shkoj askund, Mumtaz, të mos e debatojmë më. Në rregull, Zhilde, në rregull. Ti mund të shkosh nëse do. Në rregull. Më tregon nëse ndodh diçka. Në rregull? Hajde shihemi. Baba im. Unë këtu jam shpirti nënës. Këtu jam unë. Tarek shpirt. Sa është ora, më thuaj, hajde të shkojmë tani. Merreni makinën ju dhe shkoni. Do të marr taksi për të kthyer. Merre Berçinin me vete. Unë nuk do të vi. Unë dua të ri këtu derisa Ozani të shërohet. Thanë se është mirë, moj vajzë. Do ta shohësh nesër. Hajde, Tarik, të lutem. Sibel, të thash të shkosh. Miqtë tanë kanë nevojë për ndihmë. Si mund t'i lëmë në një situatë kaq të vështirë më thuaj? Në rregull, shpirt, mos u zemro, ke të drejtë. Si e ka gjendjen Mumtaz? Gjagjimi më tas, a është mirë Ozani? Nuk është në gjendje kritike. Jo, më i bi, jo. Vetëm disa gërvishje të vogla. Thonë se do të dalë nesër në mëngjes. Sa u lehtësova, shqyr zotit. Unë përshkoj, a do vini ju? Po, Zhylidhe? Ajo do qëndroj me to. Hajde të shkojmë edhe ne tani, hajde Berçin. Në rregull, eja të vizitosh nesër kur të dal nga spitali. Hajde. Hajde, Tarik. Tarik, eja shpirt.
O, zot, çfarë të bëj unë? Pse e sollet ta rrëkun në jetën time? Pse tani? Hedie, çfarë ke kështu? Jo, asgjë, çfarë të kem motër? Vajzë të ka ikur ngjyra e fytyrës. Ashtu, do e ketë shkaktuar diçka. Më ishte prishur stomaku, ndaj doja të bëja pak çaj me mend e limon. Vetëm kjo është, isha duke e bërë çajin. Prit, u luti, ta bëj unë çajin me mente dhe limon. Hedie, po e mundon shumë veten më i grua. Dhe pastaj nga këto të trazohet stomaku. Dëgjoj mos bëj kështu, do ta shkatrosh vërtet shëndetin. Pastaj do të më duhet të merrem dhe me probleme dhe me sëmundje. Hedie? Çfarë ke bi? Hedie? Kush? Jo, asgjë, valla, unë vetëm pash një ëndër të keqe mbrëm. Më duket se jam ende në efektin e saj, se s'ka asgjë tjetër. Ejlul, a e pe posteri në hyrje të lagjes ti? Jo, çfarë posteri? E po, do të ketë koncert ose diçka e tillë për vitin e ri shkollor, do të vinë këngëtar dhe grupe. Dëgjoj, merre Aslën me vete dhe shkoni të dyja bashkë, ha? Do të argëtojni shumë bi. Do të largoheni pak nga problemet, do të ishte mirë. Wow! Asla, shiko kush po vjen! Ai, shiko e pra! Ai, po? Asla, shiko, pa tjetër duhet të shkojmë këtu. Si do qoftë, s'ka gjë ndrova mendje. E pra, nuk duket sikur ja vlen në gjitha turp. Do ishte mirë sa për ndryshim, vajza ime. Nuk ke mundur të relaksohesh për një kohë të gjatë. Dy kushurira shkoni dhe argëtohuni. Seriozisht, Ejlul, do të ishte fantastike dhe do argëtoheshim. Baba, do të vendosim dy karike në park dhe do të argëtohemi, çfarë të keqe ka? E pse u dashka të shkojmë të ngatrohemi me ata të rinj pasanike të llastuar? Nëse, unë po shkoj ta marr çantën e ja dhe ti. Në rregull, po vi. Asla, hapa atë njoftimin e koncertit në telefonin tënd, hape. Ndërroj mendje sepse ishte shtrenjtë, apo jo? Ta shoh? Asla, hajde! Erdha? Aslı! Merri këto para, shko me Ejlulin dhe bli bileta. Kaloni ditë të bukur, por mos i thuaj që ti kanë dhënë unë këto, për ndryshe nuk do të vi, në rregull? Vëlla, as ti nuk u përre rehat, apo jo? Vajz, më dëgjo, vetëm kaq kam, por shpresoj të mjaftojnë, merri. Futi në xhep, ja dhash unë, në rregull? Jo, vëlla, nuk pranoj kështu. Leri të thash. Vëlla, të lutem vetëm kur të vdes unë. Mos fol kështu, mos macaro. E urrej atë shprehje. Në rregull, unë ja dhash. Hajde bi, shko tani. Vëlla, të lutem, merri edhe këto. Nuk mundet të thash. Vëlla, të lutem. Mos u grindni. E rregulloj unë pjesën tjetër. Shihemi. Ozan? Ozan? Zonja infermiere, a e keni parë djalin tim? Është djali i ri, po qëndronte në atë dhomë. Jo, nuk e kam parë. Ozan? Ozan! Çfarë po bën ti këtu? Pse ke ikur kaq herët? Atë kanë nxjerrë nga spitali? E çfarë duhet ty? A nuk e sheh? Shiko punët e tua. Shikoj këtë? Shiko njeriu për cilin ke menduar gjithë natën. Njeriu të paktën do të thoshte mirë jam, ose si e? I pa shpirt. Mendova se ishte ndryshe nga të tjerët. Edhe ky që ka gjësoj.
E ja. Nuk e di kush është ajo vajza, Pelin. Është nga lagja jonë, është ajo që e shpëtoi Ozanin. Doja ta kisha parë të dilte nga shtëpia, do ta kisha ndjekur. Por të them diçka, nuk është fare e rëndësishme, as që më intereson. Për sa kohë që Ozani është mirë, vetëm kaq dua. Kisha shumë frikë se mos i ndodhte diçka. Ozan? Ky është Ozani? Kur doli nga spitali? Pelin, unë po e mbyll telefonin. Pelin, duhet të shkoj te Ozani, duhet ta mbyll telefonin. Në rregull, shihemi. Ata po shpifin për ty. Ti nuk do të tradhoj anën time. Dhe nuk e ke bërë. Ata vërtet po gënjejnë. Nuk na gënjeve kur dhe nuk do na gënjeje kur. Ozan? A mos je duke shkuar? Çfarë bën ti këtu, Berçin? Ashtu dera ishte hapur. Mendova të hyja. Ozan, shiko, a je mirë? Neve na friksove shumë. Ja mirë, Berçin, s'kam asgjë. Tani më fal, kam nevojë të mbledh veten. Ozan, mos shko. E di, është krejtësisht normale që nuk do të qëndrosh këtu, pavarësisht asaj që ke kaluar. Por më mungon shumë. Dua të them, neve miqve tu na mungon shumë. Po vdesja, zotër Jashar. Po përpiqesha të marrë frym, por nuk mundesh as pak. O, Zot! Fillova të humbisja vetë dijen. Gjunjt më pren, nuk i ndjeja. Thash me vete, kaq e pata. Zotri Tarëk, mirë se erdhët. Aslëja jon i shpëtoi jetën zotrit Tarëkut, Nuran. Po, u shemba para shtëpisë, zonja Nuran. Ngrita kokën dhe pash Aslin duke mbajtur një tort në dorë. Zoti e bekof 1000 herë. Ajo më futi brenda dhe më dha ilaçin. Nuk duhej shumë, vetëm 2 minuta më vonë. Atëherë them, Zoti na ruajt. Me qëra fjala faleminderit përsëri për tortën. Ishte e shishme, lëpiva edhe gishta. Jo, shpirt, nuk e bëra unë, e bëri nëna e Aslës atë. Ajo vërtet donte shumë të takonte ty, po e thras që ta takosh. Nëse është tu, doja ta takoj, ajo ka rritur një vajzë të mrekullueshme si Angel. Po e thras atëherë. Asli e çoi Ozanin në spital pas aksidentit apo jo? Mos pyet, na erdhi shumë keq për atë Të djalë. shpëtosh 2 jetë në një ditë. Zotri Jashar, ajo është heroinë e vërtet? Çfarë duhet bëjmë për të, ndoshta t'i organizojmë çmim?
Mos e merr mundimin, Berqin. Duhet të iki. Dhe nuk do të kthehem. A nuk e sheh nënën tënde? A nuk e sheh gjendjen e saj, Ozan? Dhe përveç kësaj? Po shkolla? Miqtë e tu? Kje shumë kujtime në këtë shtëpi ti. Sa biseda të këndshme kemi pasur në oborin pas shtëpis? Apo i di, sa herë kemi studiuar në këtë tavolin? Apo, sa shumë argëtoheshim duke bërë shaka me të rriturit, Ozan? Ne qeshnim derisa na dhimte barku. Pastaj na dënonin dhe uleshim. Dhe mu kujtua një herë, i afshej qelsat e makinës babait tim dhe i shkreti i kërkoj për ditë të tëra. U zemrua shumë kur i thash se jam marrë unë. Pastaj më fajsoi mua dhe nuk më dha asnjë para xhep për një javë. Ato kanë qenë ditë të bukura, por vërtet kanë mbaruar. Përveç kësaj, kjo nuk është më as shtëpia ime. Jo, nuk mund ta bëj. Nuk mund t'i marr të gjitha aparatet tua dhe t'i shpenzoj për bileta koncerte. Ja, e lëll, por unë kam dëshirë, a e kupton? Ndoshta do të duhen për shkollë ose diçka tjetër. Lëri ato me një anë. Një herë tjetër të premtoj. Nuk dua të mburrem, por shpëtova 2 jetë dje. Njëri prej tyre iku pa mi hedhur syt fare, por kjo është histori tjetër. Por diçka kuptova, se jeta është bosh. Nuk ka asgjë. E ç'kuptim ka nëse nuk mund të dal dhe të argëtoje me kushërirën time, nëse nuk mund të kërcej? Ti thjesht thuaj po, dhe të shkojmë t'i blejmë ato bileta. Do të argëtohemi shumë, dhe do të jetë një fest për regjistrimin. Hajde. Mirë, në rregull, me qenë se po këm ngul kaq shumë, të shkoj. Pra kështu të dua. Minibusi ynë është kjo? Hajde. Hedie? Hedie, çfarë ndodhi e dashur? Noran, më duket se jam ftohur përsëri, nuk ndihem mirë fare. Zotri Tarëk erdhi dhe do që të takoj ty. Thash të pim një kafe. Hajde pra, përshëndetje nëse do. Në rregull, por motor, unë nuk ndihem fare mirë dhe rrobat i kam shumë keq. E dashur, çfarë kanë rrobat e tua? Nuk do të dalin përshëndetje ne? Në rregull. Eja, përshëndetje dhe pastaj ktheu përsëri. Në rregull, vetëm sa të mbledh pak veten. Në rregull. Zotri Tarëk, ata bëjmë nga një kafe atëherë? Mos u mundot, lutem. Po që është ajo fjalë, çfarë mundimi? Si e pini kafen ju? Siç e pinë të gjithashtu. Si që pini ju, mos u mundo shumë. Si që pinë tjerët edhe unë do t'a pi. Tarëk. Në rregull atëherë. Ozan, të lutem mos e bëj, më dëgjo. Të paktën qëndro edhe disa ditë, të ulemi dhe të flasim. Të lutem, Berqin. Nuk do t'ja shoh fytyrën atij tipit Mumtazit. Ozan, çfarë problemi ke ti? Çfarë problemi ke? Çfarë do të bësh ti? Unë po ik. Sado që u përpoqa nuk mund ta bindja. Ti ja përpiqesh të më vrasësh mua? Mjaft! Mjaft! Zonja se ka piras kafen, shpresoj të mos ketë problem. Më tha se i dhim të stomaku, po shkoj ta shoh një herë. Dereni, zonja Nuran. Do të takohemi herë tjetër. Po e pi kafen dhe do t'ik. Do të ndalem të shtëpia e Zhulidës ta shoh Ozanin. Zotri Tarëk, ju lutem qëndroni edhe pak. Ta shoh një herë atë unë.
Hedi e duke shumë keqësi. A të shkëm tek mjekun e? Zoti Tarëk ka edhe makinë. Prit t'i them unë ati. Jo, motër. Unë jam ftohur në festën e djeshme dhe stomakun e kam shumë keq, por nuk ka nevojë për të mjeku. O zot. Tu ftohe edhe kafja, këtë erdha të ta them unë. Jo, motër, s'jam fare në Terezi për kafe. E dje? Shiko, mos më fsheh diçka mua, mos më mbaj sekret mua. Mos telefonoj Gjengizi, a tha diçka ai? Jo, motër, vetëm jam ftohur pak, kaq është. Nuran, Jashar. Nuran. Zoti Tarëk të përshëndeti, gjithashtu të falenderoj për kafe. Tha se duhet të shkonte te zoti Mimtaz. E dje, pse nuk erdhe ti? Ai pyeste vazhdimisht për ty. Tha se nuk arriti ta njihte nënën e Aslët. Vëlla, më duket se nuk e kam fare mirë stomakun, nuk ndihem as pak mirë. A të shkojmë deri te mjeku? Jo, më duket se po më shqetësohet. O, Zot. Ozan, mjaft më. Jam lodhur duke më refuzuar vazhdimisht dorën e shtrirë. Unë jam nëna jote. Nëna jote. Mjaft. Atëherë mjaft gënjeve dhe ti. Mumtazi shpivi një gënjeshtër dhe ti zgjodhe ta besosh. Çfarë duhet të dëgjoj unë? Ti gjithmonë i beson Mumtazi. Ti gjithmonë beson se babai im mund ta bënte një gjë të tillë. Ti a e pe me sytë e tu? Jo. Mumtazi trilloi një skenar dhe ti zgjodhe ta besosh. Turp të kesh. Ozan. Julieta? Ozan, të lutem. Mos më prek me dorë. Ozan, mos shko. Birim sa po ke dal nga spitali, të lutem mos ja bëj vetes këtë. Ishte faja im, nuk duhet të kisha ardhur fare këtu. Ozan, të lutem. Ozan! A më dëgjon, të lutem. Ozan, ç'po ndodh këtu? Ozan! 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 Nuk mund të shkosh askund. Unë jam nëna jote, nuk ta lejoj. Në sytë e mi tani je gruaja e Mumtazit. Pas asaj që the për babain tim. Ozan! Mos më prekni. Papa, thuaj të mos shkoj, të lutem. Ozan. A mund të flasim pak? A nuk kam mbetur Për asnjë? fat të keq. Por më duan vetëm 2 bileta. Më vjen shumë keq. Faleminderit. O, zoti madh. Ndërsa ne po kursenim sa për 2 bileta, njerëzit blinin nga 10. Shiheti. Alo. E Lul, kam një lajm të keq kushërir. Çfarë ndodhi? Biletat janë shitur të gjitha. Sa po erdha te biletaria thonë se nuk ka asnjë. Vërtet? E po mirë, s'ka gjë, çfarë të bëjmë? Kur më the lajme të këqija, unë mendova mos rastise përsëri në ndonjë aksident tjetër me motor ose kush e di se çfarë, u tmerrova. Ja, mos më acaro. Jam shumë e mërzitur. Do të argëtoheshim shumë në atë koncert. Mendoj se mbetëm vonë. Mirë, pra, mos u mërzit, është thjesht një koncert, po ta ka probleme shumë të mëdha. Tani të zgjidh lëndat e kursit, kurse unë tani do të kthehem në punë, në rregull? Do të flasim përsëri sonte. Të puth, mirupafshim. Nuk ka ndonjë problem, shpresoj? Unë dhe kushërira ime donim të shkonim në koncertin hapës. Me zjaritëm të mblidhnim parat, por nuk do të shkojmë dot. Nuk kam mbetur bileta. U mërzita pak. E kuptoj. Do e vërtet shumë të shkoje? Duhet të them ju të dyja. Po.
Nejse, ti çfarë bëre? Të prita në stacion, por Eylül! mama duhet të shkoj, shihemi më vonë. Pas ka menduar për mua. Bileta. Biletat koncertit. Nëse ble bileta koncerti, Elyli do gëzohet. Dhe nëse është e lumtur, do buzëqesh. Dhe nëse buzëqesh, bota do shndrohet në parajs. Duhet të gjej bileta. Duhet të gjej bileta. E përse erdhëm këtu? Ja për këtë. Bëhu avukati mirë. Duaj, lejo të duan dhe të rego respekt. Atëherë ata që e donin baban tënë do të thonë, o Zot, çfarë djali të mrekullueshëm arriti. Le të tërbohen nga zemrimi ata që se donin, mos u merr me ta. Nëse këtu ka urrejtje, mbylli veshët. Dëgjoj këtë. Kjo është ajo që e arrit njeriu. Dhe nëse ti rritesh, shpirti i babait do të gjej paqe. Shoku do i paguaj më shumë sa i pagove. Mishit, do të them kam nevojë për to, për ndryshe s'do të lutesha. E po edhe neve na duhen, do të shkojmë të argëtohemi. Kemi pritur kaq kohë për këtë koncert. 2 fishin. Çfarë do të çmimit që është, të jap 2 fishin. Mund të argëtoheni diku tjetër me paratë që do merrni. Normalisht do t'i shistim, por nuk është koncert që mbahet shpesh. Mbahet vetëm një herë në vit. Biletat kanë vlerë sentimentale, e di. 3 fishin. Mirë, më jep. Po, shpirt. Po, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Mirë. Në rregull. Jo, Elyl, jo. I kam pyetur të gjithë për rreth, pas kush nuk ka. Edhe ata që ka nuk po i shesin. Pra puna jo në biletave dhe koncertit rana uj. Në rregull, shpirt. Jam shumë afër kafenes tani, shihemi kur të arri. Hajde të puth. Asla, mund të flasim bashkë? Sigurisht që nuk mundet. Ti sikur nuk bëre aksident me motor dje në këtë kohë. Çfarë është kjo? Për këtë doja të flisnim. Djetë ti më pas këtë dërguar në spital. Nuk e dija. Më shpëtove jetën. Të falenderoj. Nuk ka pse më falenderohesh. Kush do të ishte do kishte bërë të njëjtën. Por të hipesh përsëri sot në motor sapo dole nga spitali? Kjo është tamam tipike për ty, urime. E koncerti? Si është kjo punë? Urdhëra? Po thoshe se s'kishte bileta. Pse mos ke bileta tepër? Jo, por mund të ndihmoj të ysh. Jo, Zan, faleminderit. Herën e fundit që të dëgjova ishte për regjistrimin dhe për pak desh më shkatrove jetën. Më beso nuk ka as pak nevojë. Asla. Ndihem sikur të kam borxh ndaj teje. Dua të them gjëja që më shumë urrej është të kem borxhe ndaj dikujt. Të paktën më lejo që ta shlyej borxhin. Çfarë do të bësh? Do ta shlyesh borxhin e jetës tënde me një bilet koncerti? Shumë bukur, por më beso, nuk ka nevojë as pak. Shikoj punët e tua ti. E po mirë. Ja si do ta bëjmë atëherë. Do ta përplas motorin me pemën matan rrugës. Ti do të më çosh përsëri në spital dhe unë do ta prish mbrëmje. Nuk kuptova? Mendoj se gjithçka është e qartë. Po them se do ta përplas motorin me pemën dhe do të bind rrugës për në spital. Ka 5 ditë. Aman bre? Bëj ç'të duash? Unë të shpëtova jetën një herë, nuk të shpëtoj më përsëri kurrë.
Unë them se do të më shpëtosh. A e vëm bast? Ja, kjo është përpjekja më çesharake që kam hasur ndonjëherë në jetë për ta bindur dikë. E pa dëgjuar. Prit në rregull. A ke kokore edhe për mua? Po ti? Do të kem dikë të çmuar në motor. Gjithsesi, a se din që unë e kam vetë kokën e fortë. Atë e mora vesh shpirt. Si ta vë këta? Eylül? 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 Jaz, çfarë bën ti këtu në këtë orë? Eylül, kam një surprizë për ty. Këto... Po, këto janë biletat për atë koncertin ku doja të shkoje. E po i kishte një miku im, a i mi dha mua. Unë t'i soll aty. Ja ku i ke. Merri. Nuk mund t'i marr. Shefi më la të pastroja. Kolegja tjetër është e semur pak dhe siç mund ta marrësh me mend do të mbetem këtu gjithë ditën. Nuk do të mund të shkoja në koncert. Pse nuk vjen pasi ta mbarosh pastrimin? Pastrimi do mos zgjas 2-3 orë, ndërsa koncerti fillon për gjysmore. Mirë atëherë. 2 vete do mbarojnë shpejt. Në rastin më të keq, mund të mbarish mes koncertit. Mos u bëj marrjes, më jep mua. Në rregull, Eylül. Çfarë po pret? Pse nuk punon edhe ti? Mirë. Puna e mbar. Kushërir? Mirë se erdhe. Ozani di një mënyrë për të hyrë në koncert. Çfarë ka ndërmend të bëj? Do ta hedh në erë motorin para hyrjes apo çfarë? Për ngjarjet universitare rezervojmë bileta për mysafirët protokollar. Xhaxhi Tariku dhe gruaja e tij janë në listë. 2 bileta nga unë. Edhe ne i kemi 2 bileta. Ha, Asla. Kjo është Jazi. Student me bursë si ti, nga Adana. Jaz, kjo është Asla. Kushërira ime. Të kam treguar për ta. Dhe kjo është Ozani. Familja e tij është administratore e universitetit. Kur është i mërzitur, i pëlqen të shkaktoj telashet, t'i vër flakën motorit dhe krijojë aksidente dhe gjëra të tilla. I ka ato zakonet të njerëzve të pasur. Ma the se kushërira jote ishte vajzë shumë argëtuese. E pas ke nën vlerësuar.
Në rregull. Unë them të mbledhim gjërat dhe të dalim më njëherë për ndryshe do vonohemi. Por unë nuk mundem. Shefi ma la mua pastrimin këto. Jazi po më ndihmon mua. Nëse do, ju mund të shkoni, ne do të mund të vim në gjysmën e dytë pasi të mbarojmë pastrimin këto. Edhe Jazi po të ndihmok, ha? Dëgjoni, nëse ndihmojnë edhe dy të tjerë, do e përfundojmë më shpejt. Dua të them, nëse nuk e keni problem gjithashtu. Bashkimi bën fuqi, apo? Por zotin për mua bën. Na jep dorezat lecka çfarë do të na duhet dhe t'i futemi punës me njëherë. Në rregull atëherë? Ja. Çfarë ndodhi me fytyrën? Bëre sherr, a? Aksident me motor. Shërim të shpejt. Faleminderit. E unë çfarë mund të bëj? Ti mund të fillosh t'i kthesh karriget. Ai, Hedie, mendova se ishe në kuzhinë ti, por... Hedie? Jo, motër, s'ka gjë. Ka diçka, ka. Hedie, shiko as armikus do ta bënte këtë që ti po ja bën vetes. Të lutem, më thuaj, çfarë ndodhi? Jo, motër. Vetëm se më erdhi diçka ndërmend lidhur me vajzat. Kaq. Hedie, shiko, për hir të Zotit, mos më detyro të lutem. E dashur, edhe kur erdhe kështu ishe ti. Nuk fole. Dhe pastaj the se Xhengizi nuk është baba i Aslës. Ende po mban diçka brenda vetes ti. Hajde ma thuaj. Thjesht thuaj edhe çlirohu. Çfarë do që të jetë mos e mbajmë brenda. Nuran, Po të dëgjoj Hedie, hajde. Nuran, Të thash që po vi Jashar, në rregull. Jo, motër. Do të flasim më vonë. Në rregull, hajde shkoti. Jo, nuk do të flasim më vonë ne. Do të flasim tani. Hajde më trego mua. Zhylide. As kemi raste kur rebelohemi kundër familjeve tona? Kur jemi të zemruar me ta? Kështu e ka rinia. Zemrat të stuhishme. Të gjithë kanë raste në jetë kur mendojnë si Ozani. Djali im më urren mua Tarak. Zhylide, urrejtja është fjalë shumë e fortë. Ndoshta zemrim, por jo urrejtje. Ashtu është. Mund ta vërej në sytë e tij atë. Ka një urrejtje, kaq të madhe, të pastër dhe të hapur ndaj meje, ndaj Memtazit, ndaj jetës së tij. Zhylide. Gjëra që kaluam me Selimin. Marrëdhënia e tij me atë grua. Fakti që shkoi në depo, zjarri, ndërsa unë luftoja për jetën në përqoshet e spitalit. Ajo situatë të mërshme për mua, në të cilën më vuri ai. Më duket sikur është bërë si një helm i errët, që shpërthen nga sytë e Ozanit e ndjej këtë. Më beso mua. Çfarë bëri djalimi i gjor për ta merituar këtë? Tarik, nëse je i lira, mund të vish pak.